برحمتنا يا رب العالمين. يقول تبارك وتعالى ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. صدق الله العظيم. Na po jetojmë jetën me ajetet e surës e cila qish në fillimin e Ramazanit kemi thonë për ta se është emru zemra e Kurani Kerimit. Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu dhe njëherë e lusim që prej kësaj sure dhe shpjegimet e kësaj dhe të sevapës paku prej se cëllit harf nasib në emani Rabbel Alamin. Atë që kemi mësuar deri tash prej kësaj sure banat mund me Zot që ta bëjmë vepër inshallah. Na dersin e kaluam padje mas dersit i gjinies u dalëm te ajeti Allahu Jalla Jalaluhu ku ishte fjala për njerëzit të cilët Zoti Jalla Jalaluhu për to kishte zbrit ajete për ta shpjeguar dy mënyra, dy kategori njerëzve kur ishte fjala për ta ndihmuar pa pasurit. Ajetin e surës Yasin e prunon e nukrimu men lau yasha Allahu at'aman, ato të doptit, ato që nuk meritojnë konsiderata, po të ishin a unë do t'i japa kisha si ka thonë Zotë, po t'i japa e vetë. Kështu më do këtë ishte pargje fjala. Në të kundërtën, grupi tjetër, ajetin e sotën prej surët të Dahat, në Kurani Kerim, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. I japin me hangër e robit, jesirit, ati që ka mërë dhe të barkurit e këtë mërën, edhe me s'prami shka për të ishin. Fjale e fundit e dertit pargjit. Innama nut'imukum li wajhi Allah, la nuridu minkum jazaan wala shukura. Ju japi fjalen, ju japi pasurin, ju japi dinarin, ju japi kafshatën dhe nuk dojnë prej juve pagesën. Prej ku e lipi pagesën? Pagesën e lipi nesër prej Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Shanuhu. Këto ishin fjalët e dersit fundit, fjalët e fundit dersit pargjit. Sa? Wa yaquluna mata hadha al-wa'd? Inna nakhafu min rabbina yawman abusan kamtarira. Ne I frikojmë asaj muslimanët e ndershëm, ne I frikojmë asaj dite në të cilën ka problem njeriu kur del para Allahu Jalla Jalaluhu lidhje me llogarinë e tij. ويقولون ستشبك ذلك الدرس الأسود الياسين آية الإفار ويقولون متى هذا الوعد مشركة مكة لكن الفرصة سورة ياسين تفريد مكة مشركة مكة راكيم ياتيبن كسي مومنت يشتنجتني كورا شايدين بيقضوا رسول الله عليه الصلاة والسلام كورا شايبا كور دالي الفرا في الله تامنا تلوغاري ميلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. Ju pejgamber edhe ulemat si t'jenit sinqert edhe dhe me këta keni me men këta edhe t'jenit bindur. Hajde, ka zonë e kura dita pra. Na gjematin ndershëm besimtar musliman, na nuk e din kura dit. As Allahu Jalla Asas të mballi, as Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nuk ka dita. Po me neve kush e ka përjetuar në atë nivel të teravia, një skaj të argumenteve, delileve e kemi sjellë se kura ditën e dita e kiametit. Një skaj, jo ditës kiametit datës, po të shenjave. Shenja dhe dhe dhënë para lajmërimeve të asaj dite. Sot për e tekim është një. Antali dhe l'amenu rabbeta, nona kur të lindë zotnjereve, qatë herë, ta Rasulullah i dita e kiametit. Kur e lindë nona zotnjereve, dhe qatë herë gjalli kur celët me nonën të shpia, si zotnia me robin. Qatë herë? Baba dhe nona kur shëndonë rob, as fjallën se kanë, as në bëgjëllëkin se kanë, as fjallën shqimnirët parasish, as urdhja, as lutja, as ushqimi. Qatë herë? Antali dhe l'amenu rabbeta, kur t'janë të dita, qatë herë? Bo dita kiametit. Tha wa antara l'hufat e l'ara, ata djeshkës datun që kanë rujt lënë dhele, kanë rënë qytet edhe I kanë bënë tërtesat e nënda, e kanë soliterizu jetën e vetë. Soliterat e malësorve kur të shiftë në për qytetë e nënë, është dikra kiametit shumë nga. Edhe prapë po këtërën, po e përkri fjallët në cilën nuk ka të mordë është
atje xhamati atje thash e ashko. Sinfani min ummati lam arahuma ba'd. Di grupa të ummetit të nuk i kam pa hala për të shqip një rejës për sëpaki, dita e kiametit e nga. Qëllët janë ja Rasulallah, dhe rijalun, kasijat, nisaun, kasijatun, ariyat, gra, vdekshën e lakuriqe, mendojnë se janë veshëna. E shplume, mendojnë se janë shplume. Me puna me e teka, midi, maxi, që ato dita kur të vinë, dita e midit edhe maxit, që atëhara është dita e kiametit nga. Unë si kam pa, ka thonë në metin kërë, nuk janë ditat e mija, vinë ma dhurë. Thotë, wa rijalun alejhim sejatur ka eznabi bakar, e dribune bihan nas, edhe një grupura, kur t'i shikni për zëkaki, e kanë qishtat atë, e kanë i gjonë kuk, i në gjonë bishtit lopës, i rej njerëzit me ta. Kur t'i shikni për zëkaki, dita kiametit nga. Këto neve, në jeti jonë sëtë, ويقولون متى هذا الوعد نفورما الاستهزاء نفورما حيدارة بيغمرنا الله جل جلاله اقالنا كورا يديد برا الله جل جلاله نكاكالدو كورا شا يديد سنوكاش مرانسي ميديد كور كاكالدو تشبو ويقول ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأتيهم تأخذهم وهم يخصمون. Rabina kiametin bura, a diçka do të bëhet, nuk do t'jenë që që para mendoj njerëzit. Nuk do t'jenë që që dinë muslimanët edhe jo muslimanët. Se njëherë bëhet një punë, edhe një punë qëtër do të bëhet, edhe kjo, e maj sbrami nuk do t'ket njerë, që shtu kimi një për e dhe lorë për para, këta palin, se njëherë po bankën disa shenja, të në po tiskën kejt, të në s'pojeskën shpirta, Allahu Gjelle Gjelaluhu ka thonë, e para fazë që jetë kësaj bote fund, nuk ka para lajmërime që që di njerëzit, e të në s'pojitke kërkushe për emrike filoni, Allahu Gjelle Gjelaluhu qartë është deklaru në Kurani Kerim. Ka thonë, ma yanzuruna illa sayhatan wahidatan ta'khudhuhum wa hum yakhsimun. Tha një fri, një krisje, një ramje, ta'khudhuhum i merë me veti wa hum yakhsimun. Do janë narën e vetë të punu, do janë bazar të shite të ble, do janë ja kanë zgatë dorë njëri qetrit me po lopën bazar, hala pa e po bazar pa e hek dur të apitis ke. Dhe jo kështu, jo, na do shkum të në do kishin vetë, do, kur më stanim na, kur më sta shopim vish, ajo ven atëherë, jo, që shto që shjeni, qaq ka me jo arti tinza, që shto që shjeni në pazarin e ju të shite të ble, që shto që shjeni të punu në shpi, që shto që shjeni të qanë të punu, që shto që shjeni të fol njeni me qepin të u kondrështu, të kodohum, që simonire kam ju. Fela yastati'una tawsi'a. A ka me në hoq pak kohë nërmet për të një punë? A ka me lon pak dhe një kohë nërmet? Tha fela yastati'una tawsi'a. Nuk ka me lon kohë njoni qetrit me alon e vënetin e vetë. Qërë gjatë punë bane se une shkova? Ska. Zati nuk ashtë për amanet mo. Të khudhum, ka përkejt. فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. Kush ku anë qatë vend nuk ka me mujt me u këthin familjen e vetë. Njën janë fush, njën janë dëgjan, njën janë pazar, kush ku është që ati dita kiametit ka me do. ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. Kjo të rikëtë në gjëmatit dërshëm, ishte ajo faza e parë, kësaj vote me i dhonë formë. Surit, në rastin e ditë, ونفخ في الصور فإذا هم جميع لدينا محضرون من الأجداث إلى ربهم ينسلون. تجف مفريريا e ditë, surit, para Allahu Gjelle Gjelalu në ka.
punë ka. Qa dit e ka renin me fol trima? Kush janë këta? Qa dit e ka renin me fol ato trimneshat edhe ato trimat të cilët sot thojnë kush ka arë pja gje me në kalzu se që ke punë të të bëhë qështu. Gjëmotin dërshëm, nona, motra, bia, nuk ashtë qish po e paramendoni. Nuk ashtë regulli, se ka vu zote regullin me alë me në kalzu, po e ka vu regullin me shkume, po. E ka vu regullin një dit për ditve me shkume, po, jo me alë me në kalzu. E po mirë, as pa i ke një me alë, ato për i di për një me alë me në kalzu, se a gjenë vorë mazmorit qështu a. Bajke me alë, që shë, bajke me alë. Allah mi ke një të në jitë ke këtu, të në njërit si u shko këta ne, kur ti kalzoj ka i qetrit. I uvanët kjo botu njës këtë para, të mas boshti, jo, këtë film, Allahu Gjelle Gjelalu e ka gjiru pasët nëjve të kryon ham, e ki duhet me rrel, qashtu qish e ka gjiru Allahu Gjelle Gjelalu. Qene që të njerës ka thojnë më këtë kisharë njohë për maton, ta kish ka ndu kam të zonë për që shenë. Njone e ka shtu të shpia televizorin, edhe e ka shtini i kaset filmin. Do me këshirë një film, o marë nuhta filmin do me këshirë. Edhe një shoshe ka në bashkë dojnë me këshirë. Ka hasë filmi 10 minutat e para, jo të do kësa pak të mësë. E ka shkitë mësë. A pa një 10 minutat e para, në e pak të mësë. E janë gjutë të ditë, të televizorit. Kura të prumo të para të mas, njoni të para filmin, njoni të mas, njoni të para që të mas. Që të të shakar po që të? Ku kanë arrit që të ti me sprami? Këto nuk kanë arrit kërkor. Këto s'kanë bojë gjo. Pra, bota duhet shkon të para, më spriti mas me a, bota shkon të para, deri kur? Deri një jetën e fundit. Mirë, tja për shkon të mas, po? Tja, a ki qërë me sli dhe mas, po, sa, pra. Shko maro qëtër letër njoftim, se shti i ki 17 vetë. Edhe bani për një me 17 vetë. Letër njoftima unë ti maro një lejë. Dhe së në bani mo 17 vetë. A krije jotja. Kjo a vet argument, se ne kemi me shku me një vend. Kjo a vet argument, atë selamin e fundit, ative jo dhe simtarve. Prej poplit tonë janë doshka, janë qapira. Prej poplit tonë janë do qapira. Se unë për e thëmë qapira ne mund të Allah, se si të thujsh nuk në gjallëmi je qepir, nuk je musliman. Si të thujsh nuk në gjallëmi si jenë këtë din. Drejt shko ha, më një ha. Shko prishë Ramazanin, mos u falë mo, haqë mos shko, kejt punë të lejë se tja ashtu, i takon parës qëtër. Po se lamin e fundit e kanë këto njerëz, shka janë qështu, se s'pas një mund gjallë, apo? S'pas një mund gjallë. A ka njerin të të ndrëshat ka përkeqë? Ka, mutlak ka. A ja ke zirë hapën? Jo. A ki qenë me të mërë që e hapë për zirë? Jo, s'kam qenë. Për qatë ka ati pjamit? Për qatë nuk mund gjallë. A ka populli që i ka bërë të lumë shumë? A pranon këta? Populli që të popull shumë i ka bërë të lumë. Si u kanë zerë haki kur? A të në gjallë me pra, a të së në gjallë? Që shti me qito mi mledh, me një gjami vesh që shti mi mledh një grupë. Shka më bojnë shti? A po në gjallë me, a po në gjallë mu? Ashtë njone që a një me një vend, popullitorë shumë i ka bëta. Edhe nuk kanë që di shti me ndej ka sot në aksham test, edhe jetë pa ju morë haki. Qito, në të ngojnë këto shka nuk në gjallën. Ska më të kiameti, a di vetë që i harë pa mora me jamor. Me jamor, apo, e ku me jamor, ti s'tonde. Shti që më bojmë, qish me nërë, shti a mund gjallë, më kun gjallë. Allahu jam, Allahu ka në regull, a e din këta më mirë, kanë me pagujt logari, kanë me marë hesab, dita kiametit ashtë hak, a i muslimani cili nuk beson këtë ditë, faktikisht a njeri i cili nuk beson këtë ditë nuk ashtë më musliman, kësaj feje nuk i takon. Dhe nuk të khafisurit, fe idhahum gjami min el ejdati ila rabbihim janë silun, frijet sur për zdit, edhe gjdo makhluk, gjdo kërjes, në nëslenu u el-meshë sërija, prej vorit shpejt, prej vorit vet, shpejt e shpejt duhet me dalë edhe me
nisë të vetin caktum, ku ju ka caktum, me unarë para Allahu Gjelle Gjelaluhu me dhonë llogarinë e vetë. Qalu ya waylana man ba'athana min marqadina. Qësta që ka rredi këto shka s'kanë më mund gjallë. Fjale aktive kjo, shka me ndojnë se më nuk gjallë. Dhe ja waylana, mirë na kush na trazoj prej këti gjepi. Kush na trazoj prej këti vori. Kush na trazoj prej këti shtrati. Interesant. Qafir ka vek, a vorit veç për i thot gjep. Nuk ka gjep për qafirin vor. Në vor për qafirin ka azab. Dhe dhe pse gjep? Thon azabi i vorit. I ati që ka me i në gjehennem nesër. Ki këtu i në vor në grasim me gjehennemit ashtë gjep. Azabi i vorit, i ati me shka e kanë meritu. Ashtë në grasim me azabin e gjehennemit. Njep, kush nga ka të razu për këti gjumi? Se sukur, ka njerësh ka kanë punu ditën punëzrona, ose janë shqetsu në sistemin nërvor, kur pit me flet notën a vera, jo. Ato me një njërë, bo në azab të flet. Qish bo në azab? Të qohën sa bale ka zdojnë. Sote, vesh janë traftu në shmaj, e në gjatë gjithë natën e lume se një mratu. A bo azab ki? Ki a bo azab? E të modhen ke ka runa zot me quve e prej a gje, me quve e prej mjek ka gje, a gje asha e modhja. Pra këta njerë shka janë nga azab në vërë, edhe e meritojnë azabin e gjenemit nesër, atë shka kanë me pa nesër kësaj të vjetojnë gjohë në vërë. Kur gjohë kjo? Kjo pak, men ba'athana min marqadina. Që ta që ka rejnë këtë gjamiës të shka janë rejnë. E ka rejnë këto njerës të Ramazan, këto njerës të besimit islam. Këto japin përgjigje, se bashkë kur qorë. Edhe ato. Shka pini shti këtu, shka kja pa, shka to qorë, pivorave në paja që, për mi u fremi. Ato qene jam në fremi, që shu po kjo bashkë? Jo, vlami jam i trashë. Jo kështu. Islamet mës jetën dhe vorët mës e kuptoni kështu. Ajo andrishe. Baba ka hinë, vorat musliman me slupqat, në gjallët nesër kefir. Bab gjali ka hinë nga të ati, në gjallët nesër mu'min, vlau nga në gjallët nesër për gjehennem me kufarët, qetri vlau me muslimanët. Qishtë para kështu? Pa jetë, Allah ka thonë Kurani Kerim. A ka në popull munafika, a ka? Ka, sa të duksha, po. Allah ka thonë munafika në gjallën kja para nesër, si janë musliman, me gjafirat në gjallën bashkë. Qire, a jetit Shqipër mledh një asin të di falë. Tha, men ba'athana min marqadina. Kush në gjallin e prej këti disheki, prej këti gjumi sot, përgjigja është muslimonin nga, ati më një është ka gjallë me të nga. Pa, Hada ma wa'da ar-Rahman. Që kja është ajo, shka i thëjsh minat e. Që kja është ajo, shka smegojsh në ulemat. A në gjallë njëri, dhe kushum drazoj, ki muslimonin nga. Po që Allah, dhe ti kur smegojsh në kursi. Ka ka mërte, ati shka ka në zonë, zonë, shka ka thonë Kurani Kerim, a i vati shka nga ka pasbon se kemi mund gjallë që kja. Hada ma wa'da ar-Rahman, wa sadaqa al-mursalun. Edhe pejgamberët pa të spjegu. Allahu Rahmani pa të bovat, a pejgamberët e pa të bo spjegim, ulemat generat pas generatë në mbelshin gjami, edhe në spjegojshin për këtë ditë, që që kjo është e ditë. Wa sadaqa al-mursalun, in kanat illa sayhatan wahida, fa idha hum jami'an ladayna muhtarun. Allahu Jalla Jalaluhu, me këtë frimje të surit i Ademi, edhe para ti kush ka jetu. Edhe masa ti derte Ibrahimi, mahluk, insan, melaike, e gjine, hajvan, kafsh, insekt, shka ka jetu në këtë dunja dhe ka lëviz, për një herë, duhet me unalë para Allahu Jalla Jalaluhu, me fillu kush? Me fillu dite a llogarit. Gjatësi janë surë për me arif në Kurani Kerim, në gjuzin 27, në Kurani Kerim, të falë në gjuzin 29. Thonë, ta'ruju l-malaikatu ilaihi fi yawm ar-ruhu ilaihi, في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Tasnot mi vet. N'kom, një ditë aqejt, mi vet kënujt. Tasnot mi vet n'kom, paluj prej venit. Mo përgjish për 4 gjona, si pas hadisit. Për 4 gjona kryesore. Anë shababik, rinijës që e ke bërë më kaqu. O anë umërik, jetën tëne. O anë malika, min ejnë këtësa
akhadtahu wa fima anfaqta, pasurin ke marrë dhe ke kilon, edhe anë ilmike madha fa'alta bihi, diturin që e ngove prej hoxhës, çka bën me ta. Në muaj Ramazan çka ngove, më isprami me ta çka ke bën. Dita 50.000 vet. Ajet, ja Allahu Jalla Jalaluhu wa Jalla Sha'nuhu, vazhdon për këtë makhlukatët e Allahut të cilët kanë dalë për Allahu Jalla Jalaluhu. Ka thonë Kurani i Kerim, wa idha al-nufusu zuwijat. Ka thonë njeriu edhe puna e vet takohen ditën e Kiametit kur dalë prej vorrit më riha. Wa idha an-nufusu zuwijat yani bi a'maliha. Wa idha al-maw'udatu su'ilat, fa raditi ajetet po i kam për qëllim me skegu. Kur dalë para Zotit ajo çika 7 vjeçare shka ka fut baba të gjallë dhe Allahu Akbar. E ka shti baba të gjallë dhe ja ka baru gropën me durë të veta edhe ka blu me dhe gjallë 7 vjeçarën dalë para Allahu Jalla Jalaluhu para kejt mahsherit Zoti këta e pik në veti kësa i ban pytje në veti pytje respekti wa idha al-maw'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat. O i boglushe, shfar gjënoj pa dhe boqi baba jo qëtinin dhe, a baba nga, baba apër, shfar keqe pa të papi tije që të vorosën gjallë në zallë. Kjo pitje ka më uvot ditën e Kiametit një boglushe 7 vjeçare, të cilën baba e ka vorosë gjallë në gjahilije para Islamit. Ska me mërë gjohë pa u folë për ta, dhërua i dhe lu vuhushu hushira. Edhe kafshët ka thonë Allahu Jalla Jalaluhu kur t'i qesë para muhet ditën e Kiametit edhe ato i kanë llogaritë e veta vetëm e kanë ditë mirë prej neve që masit krijet llogaritë e ative Allahu Jalla Jalaluhu i shëndron dhe nuk ka xhenem as xhenet për ato për shkak se s'kan pas sheria për gjithësinë shpinë këtë dunjë nuk ka llogari ma shumë se me amor hakin njëri tjetrit kur gjohë që të sërë kam thonë ja Rasulullah njëri që këtë dunjoj ka po zullum filon edhe nuk a laj zullum këto Rasulullah s.a.s. ka thonë men kanët lehu mazlama fali u hallilha kush ka të një zullum dikuj që ja ka po dunjo në të lirot prej ati këtu në dunjo sa të ka dhe ati fa inna dhullma dhulumatun yawm al-qiyamah zullumi i kësaj dunjo e arsira dhe shumë zullume në ditën e Kiametit ka thonë ja Rasulullah ka vdek njën i bineve e sa sakri ditën e Kiametit shkot rregull i kështu ai njeri shka ashi po më zullum i mirën se vapat e këti herifit e gjifrë këti shumë ka thonë ja Rasulullah po mos mu kri ka thonë gjënat e këti du mjava në tërit krije në këtë tërë që të pra atë se vakë që e ka mi vonë dunjo si të keme edhe zullume nuk kana i garantu gjëbotin nërshëm, keni kujdes atë punë të mirë që e kemi vonë këtë botë të edhe zullume kemi vonë barbar me ata se rapin tonë të në momentin e fundit s'kan shpikan të umëta për shkak se fudash ka me adhon ati që e kemi vonë zullume edhe kënos asaj si mëslat e sapë si mëslat gjunat e ati mi vonë këto punë kanë vendosë ditën e Kiametit فاليوم لا تظلم نفس شيئا الله جل جلاله يقول ربه sot kërkosh kërkuj zullum si ban do të thot sot punohet me drejt sot është dita e cila punohet me drejt sot hapet libër edhe jibër sot hapet libër edhe jibër urdhë është Allahu jalla jalaluhu wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun nuk i japni kërkuj as gjatë përveç se shka i kanë punu dur as më tepër as më pak وقالوا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وكل صغيرة وكبيرة مستطر أظن يرد الدكتور ديتنا Kiametit shka u bo këti libër i joni që li në udha as tima, as moj, as paskalon pa shenu plët punë henes të mshteke se e kam bon dë njohë e pa në arru a i libri jo nuk e ka arru shka ashtu në libri të tanë ka mërë të shenu me për gjithë morë që ta është pjesën e ditë desit sotit të rikëtu pjesë e parë pjesën e ditë do të kalojt pak me një freski pak më të modhe, gjonër modhe. Këto janë ajete shka i spjegum dhe ritash, ajete shumë
muslimanin e mirë qojnë nder të madh, edhe ju ka hi e këtive ajete me na qumu kujtu për këtë tron, e që tash në ditën e ranë, kur disa njerëz dahen edhe kapin një rrugë, disa njerëz dahen edhe kapin një rrugë tjetër, Allahu Gjelle Gjelalu pak një ditë ajete a katër dhe të shpjegoj shumë pika të shkurta për njerën parë njerëz dhe ditën e Kiametit. Llogaria pas nuk i vjen mbaroj apo? Njerëzit nejtën kohë sa ka nejtë aq. Ka thonë ja Rasulullah, spjegona çisha aty ka thonë nivel. Ta tëndë në shamsu ala ruusil khalaik. Ta ditë do të jenë me granat e njerëzve. Ta ditë do të jenë me granat e njerëzve, ta ditë do të jenë me granat e njerëzve. Në shërëm ndodhe ja Rasulullah, a i dënë të ndujone që për kaljare për e banë, të lashen të doja me zhegin e vetë. Fa lau kane t'i dunja, me konë këtu ndujone që ajo me ndodhë, a mirë hecin mbi njerës të njeriu. Mbi atu i cili dhe të gane prej njerësve njeriu, prej kaharlëkit. A mirë, e kësaj dënjohë, do të lëndrojnë mbi atu. Qësë do tjetë? Dikur do tjetë i fundosën mirë njerë, deri me valë të epër. Katët një vetë, kaloj, inna ashab al-jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Që ato të gjennetit, që ato në gjatë që ka shku, Allahu Gjelle Gjelalu tha, kanë hinë gjeset. Edhe më njëherë, më të hinjes, dhurata e parë gjennetlijës, që i për sefe, kja jetë për qatë punë fletë. Dhurata e parë që i për gjennetlijës, pas i t'hi e mrena, إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. ما تشفينا في كاكا nuk dojnë me ditë për ta mos. Më shpine, saran ka pasar laura, saran ka pasar pune, ja pasar mikro. Për këtë punë ka thonë Allahu Gjelle Gjelalu, lentën pika ka darë ma i spari kur t'hinë gjennet, do t'ja u pëshin një herë. Në ashabën gjennet il jau me fi shogull, me do punë në gjennet ka në zanëm. Fi shogull fakihun, atë zanëm e ka kuptimin knaqëm. Me do punë ka në knaqëm. Cëllët janë atë punë, mufessirin, komentatorët e Kurani Kerimit, e kanë spjegu loj komedi nga thonë. Kanë thonë, cëlla puna është ajo është ka të t'kinoshën musliman në gjennet me ta, nuk do të këtë kohë këtë duhe da për qëra gjona, ka thonë me dhomat, me sarajet e tyre, edhe dhomat, edhe shiltet, edhe ato qarshafa, edhe veshmatja, letja, edhe neja, edhe hurit, e gjennetit të cilët në kjo hipën dhurat, me to po mirë edhe mo nuk pas ka lem që edhe njëherë me tu se me këshirë të mas, qish kja kjo pika ardhëm në prej knashësirë, në ashabë në gjennet i ljome, fi shullë, hum wa azwajuhum, ata edhe gratë e veta. Hum wa azwajuhum, ala l'araik, fi dhilalin, ala l'araik muttaqihun. Ata edhe gratë e veta në lije të pemëve të gjennetit, në kravete fnolta, muhabet edhe sefa, knaqësi, mbi knaqësi, Allahu Gjelle Gjelalu tha, u azwajuhum. Po nuk është total, absolute dhe me t'jeshe i garantu këtjeve, shoqja jote, jo kështu. Po ato, edhe ato, si ta kenë meritu gjennetit. Një burat edhe gratë, me gratë e veta, ama du t'i parë si ta kenë meritu gjennetit. Burë e ka meritu gjennetin, gruja se ka meritu, jo kështu, jo. Edhe musliman, edhe mari e grue, edhe në gjennet bashkë, në vala. Edhe musliman e ma pi toksidejni një pelu, një dveçan dishka pak një ka qore, i kur t'hete më t'preken tokë, që to edhe në gjennet, jo kështu, Humu aduadun, si t'ken qenë të t'i falë musliman, edhe ata me kusht, si ta kenë meritu, për ndryshe, njone gruja shkon gjennet fa. A keni qef një lajtë për një grua të në katon, për një motër tonë në një lajtë, pa emër, shka rejtësër, pa emër. Asë venë konsiderime e ti mu përmen me do. Në këtë Ramazan, ti me reqafë në masë në file. Ju, që do shë këtë javë me mundërësin, ku e kini orarën e ju, krasin me kësi njërë.
Dimi e gjatë në file, në mëndë. Apo, në gjënë të shkojmë kejtë ajo. Kush për para atu? Se më ka dalë da. Do në vinë ato edhe shka i kanë 1.000, të në shka i kanë 500, të në shka falën me regull, e të në Ramazan gjitë vinë, të në mas Ramazan gjitë vinë Bajram gjitë. I dini, ka lëj-lëjën, apo janë vinë namaz gjitë, kush të doa njërdi? Namaz gjitë, Ramazan gjitë, të në vinë kush? Vinë Bajram gjitë. Do Bajram gjitë, edhe insha Allah, Allahu Gjelle Gjelalu, dhe për këto me siguri, ka pregatiti kur ma vohën bishka. Dhe inna ashabë al-jannat il-jaume fi shughulin fakihun, hum wa azwajhum ala fi dhilal, në njëje gjennetit, wa dhullilat qutufuha tadlila, ashtë i mështelën gjenneti me pëmë, të cilat nuk i shpon drita, su kur shka i shpon pëmët e tonë drita e dilit dë njohëto, ja hum fiha fakja. Kanë pëmë të ndryshme. Qfar atu? Wala hum fiha ma yad'un. Kanë pëmë të ndryshme edhe shka që dëshiron shpirti. Me një fjallë kuranore, nuk ka gjosh ka menja jo të ditën e kiametin gjennet, sa thozot, që ketë po e du, e ajo nuk është gati. Faktikisht Allahu Kurani Kerim ka thënë, yatufu alejhim wildanun mukhalladun. Çuna krijum 16 veçar, 13, krijum gjennet, jo këtuit. Krijum gjennet special me i shërbi njonit për i gjennet live. Special me i shërbi Ramazanlijës, i cili e ka vinu Ramazanit tu. Special me i shërbi sadakat gjirë. Special me i shërbi gjykatësit, i cili ka gjiku me të drejt. Special me i shërbi ati që e ka falë në modhë. Special me i shërbi afrajnorës dimin e qatë në file për 15 ditë. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وماء من معين. بأكواب مبوتا مدس تغولا نال dhe poshtë gjona prej gjamit gjennetit i mushën me uj, nuk gjami prej uj zdokët uj, prej gjamit zdokët, kështu që si sa i ije me usil rrët atyre me u bonderë për punë të mira që i kanë bonë gjennet. Për wahullu asawira min fidda, edhe të veshën me altan me arë, prej bilizikit, prej kocit dorës, e deri në qafë nalë, burra e gra, stolisën me altan kejt, në që këtë kohë, do që shtoj e trojt, e do në qetërënon atje, do në qetërënon qërat qëtër jetë, e këtive gjennetit, që tive shkarin, që do kreveta, që ka përshkru Kurani Kerimi, Allahu Gjelle Gjelalu pas qerave i o plëtsën dhe në dëshirë. Që ku bajnë këtë muhabet burra në gjennet, shka u bo me stolën e ka pas ku ishi nga. Njo e ka pas stolën, mi ka pas rujt, mi ka pas sharu plema. Shka u bo me këtë atu? Allahu Gjelle Gjelalu për ne, për respekt, për ngritje, për madhri, për dashurin në i robit vetë, cilë e ka meritu gjennetit, do t'ja boje mundën me banë gjahennem ku ato gjega gjaj këshera ti. Edhe me ty, qka u bove më, qka ke? Pa qëtër duhet mu përgjis për i gjahennemi, se Zot e ka para pa që i këtimi a plëcu dëshirën ka. Inna kunna në khudu ma al-khaidin. Në këtë punë të juve ju shka i bajshin të njoj i kush me a i garë. Në me jasë kemi dash me nimër për Ramazane, zeqate, namaze, haqe, hoqe, pejgambere, kurane, në të ishme me nimër për këtë punë. Po në cëllën punë ju pa të të morë, në me vëllah, kur në u fërë ke fjalla koncert në mush ke goja me langë më në. Koncert nasihatit. Neve kur në u thëj ke muzik fjalla, kur ishte muzik, në të ishme që në sen, lishoj azonin. Po mirë, hoxhallat, asë fërshina? Hoxhallat, nuk fërshim për këtë punë se muzik kush ngon, muzikant, muzik kush ngon, edhe muzik kush kënon, për din që këtë bit, kur do kënaqë në gjennet ka muzik, gjematin desh, në gjennet ka muzik, në gjennet ka special, krijetat, gjallat, krijume, për me i bo muzik ati ishka në gjennet kënaqët, si doja i mu kënaqë me muzik. Muzik gjenneti, ama, në muzik dunjohë, kush i ka mush vesht edhe zemrë, gjithë ditën e
qeveri 750 ton për një sezon. Ditën e kiametit pejgamberi jon ka thënë alayhis salatu wassalam, prej zjarrit xhehenemit, ati pra zifti I cili ka vlu mirë, prej lëngit ati ziftit, ati shka ka knu I qitët ngoj, ati shka ka knu I qitët ngvesh. Ati shka ka knu shka ju ka po qerve kon, I qitët ngoj, ati shka ka ngu, I qitët ngvesh. Pra Allahi jam I dashur këngëtar, motra ime e dashur këngëtar, motra bia ime e dashur këngëtar. Mos hapi, mos mendo se jetë e boni punë të veçantë, e me ta keme e boni punë që nesër keme qenë e palemendëruar. E palemendëruar keme qenë ti që bëgron konga, prej ative njerëve sot që bëngojnë, prej u ban një qef kaluës në këtë dunjo. Nesër ti vetë baju mirë. Nesër ti vetë shtringohë mirë. Janë tasat xhehenemit me cilët me lajket e xhehenemit I mushin prej langut të zi ndezën 3000 vjetë me rallë, qesin veshin ngojën tonë dhe që ke knu dhe në veshin e ati që të kanë dëgju. Për nesër në popolit, sot ti motra jeme qëje qish dush, sot ti bia jeme qëje qish dush, a këno frëngjesht, a këno anglisht, a rock muzik, a pop muzik, a jazz muzik, cëllën dush bane, nështë ta më thatu të darë interesant hoxha ku politika emnat e këtive rokave, këtive popave, po ma shtas mësu në këtë dunjomo. Me siguri se këto emre I kemi mësu prej tepricës, apo? Prej tepricës se shumë, mo, jemi një si te, për fakt, të keni kujdes për nesër. Sot Zati Allahu Gjelle Gjelalu jam garanton në Kurani Kerim. Famen sha'a feljumin, kush dojë të besoje, wamen sha'a feljekfur, kush dojë në dvoja I gare, s'prish punë këtë dunjo, qish du një qënë. Nesër të keni kujdes. O ti kanë darë, kishe kujdes o I bi, se nesër vetëm nuk shpëtojnë publika shka e të ngu zonë. Nuk shpëtojnë nesër ato shka të kanë ngu dhe të kanë japdru sot. Nuk shpëtojnë sot nesër ato shka të kanë vërë vërat edhe ato shka të kanë dekoru edhe ato shka të kanë malnu edhe gatimi majtrash hala po I thoj fjallë, të për fjallë pa kur një patë rëtmoni, unë e adhëroj filan këngëtarë. Mirë, Allah I shka më I bani? Pa adhëroj, me këngëtarit, pa adhëroj, po qka bani boju atërë? Fjallë adhërim qka? Fjallë adhërim o mira njëri sedë, adhërim veç zotit I bon. Ani, njëri dhe të ne respektoj, e konsideroj, dhe e vlerësoj, e simpatizoj, që të fjallë, ani o vlazni, ani o I motra, që të fjallë, ani ama, fjallën e adhëroj? Kjo shumë fjallë të dhe, kjo njëriun e zbrit shumë poshtë, kjo njëriun e shtin fund xhehenemit kjo fjallë. E adhëroj filan këngëtar. E ma isprami, ka e adhëron bia jo? Unë Elvis Pristin e adhëroj. Qekër. Pra sa dhe s'di me he? Në stik farë me dhonë me kisht du të menu me qumën në shkru. Elvis Pristin e kam su. Elvis Pristin ka shku e kam su. Michael Jacksonin e kam su. Michael Jacksoni, a I Jacksona, unë e kam argument se Jacksona. A janë Londër me herë dhe e majti një koncert, këtë bote e ti. E në Londër e majti një koncert, me një stadion ku rinë 40.000 vetë, hinën 450.000 njerës, ato 4.500 vetë, ti që më përdullë. 4.500 insan u shkelen edhe vetën të dekur ati. Kja, sa në gjak të osa. I e ka dhënë $15 milion me I knu 3 konga ka 5 minuta, s'ka ka njësë. Shumë I bo. Shumë pune bodë. Ka anë Istanbul me majtë koncert, kur e ka pa, e ka shti muzejnë Topkapi Saraj me pa, ka hi e ka pa muzejnë Topkapi Saraj, kur e ka pa karikën e Sultan Hamidit, I ka qitë goja langë, dhe po do më hush që ati. Ja po do më hush me ti? Dhe në qatë karikën e Sultan Hamidit, ku ka netë Sultan Hamidit. Shka lipë të ati më hush, dhe në që mu ka vdek më hush këto. Kana fjallë, a I Michael Jacksoni kana fjallë puna morë dhe kana shumë. Po do më ullë, ka përra të ndurë që në rëmërsh, po s'ka ke puna jote, ti përshka kja, me kru kojnë, ka shko kojnë, ka një kujnë, jo, si mos të ushë në ato, s'ko të jetë, se mbaj, ka dorë pra më se mbaj, rajtë shko u da bërë. Shire ti një herë që më, të unë gjëtë në karikën e Sultan Hamidit, në përmet karikës atijeve një ka qore të rritët bëhet maj matë, qkojnë Amerika jetë kalzojë se une edhe në karikë sultanit jam hunqë.
e që se një hush ka rekë sultanit. Së në hush ka rekë sultanit, halija, ti më utim se ka rekë sultan Hamidin. E bijat e tonë, bitë e tonë, edhe këngëtarët e tonë mrejnë, edhe për kejt vazhdojnë dita kiametin, edhe për ato dhe për ato, për kejt njajta, edhe në jatë me përses, ju, keni kujdes o gjelmosha, keni kujdes o i gocat e reja, o i qika, o i nuzet e reja, që po këndonit keni kujdes, se kjo me juve hakkan, pa dëshim, pa dëshim, nesër ka me ndodh, a sot ani, vazhdojnë, sot adhoroni, shkak duni vani, nesër fjale Allahu Gjelle Gjelalu shikën. لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم. Ditën e Kiametit, muslimanët në xhennet, ato që kanë thonë janë rezervu prej muzikës së kësaj dunjoje, ato që janë rezervu prej altanit të kësaj dunjoje, kanë bërë përburat fjalën për altanin, edhe mundafshin e kanë përburat fjalën, kanë iku nozës altanit, i kanë ikë mishën mundafshin prej burave të këtij umeti, edhe i kanë ikë shregullimeve kësaj bote. Gjennet nesër, përshëndetje Allahu Gjelle Gjelalu, Allahu i përshëndet. Hej, gjemot, do ku lavdrohet, po dojnë, këtë në dëgjo, me rrugomën këtu për guni, kështi imate, a i qëtë të dhone, kur jam kona gjë, me vanden mbrukin. A i vanden mbrukin ka në njëri madhë, shumë, edhe mota kume, ata ka në interesant. Që të dhënë filan seancën në Zhenev, në palatin e Kombëve të Bashkume, kam nejtune me Joseph Diogardin, bile ma ka dhonë karticën e vizitës dhe një herë për të shkojnë në Amerikë me vizitu. E u bëjë madhët e, unë e kam nejt me vekilin e Husni Mubarekin, me vekilin e parë, unë a madhët e, bile nga përshëndet. Në Gjennet, Allahu Gjelle Gjelalu të selamun, kaulem min Rabbir Rahim, Rabbët e mi, unë i përshëndet në Gjennet. Unë i dhëm ative selam, përshëndetjen dhe me atë pranojnë. Suratul Ahzab, tahiyatuhum yawma yalqawnahu salam. Përshëndetja e xhennetlive, inshallah me iznin e Zotit na jemi ato, kur në xhennet përshëndetja ative, kur të takojnë Allahu Gjelle Gjelalu është selamu alaikum, paqja Allahu të qofë mbi ju o robë të mi, Allah Gjelle Gjelalu në e ka mundën me meritu të gjithë muslimarën në dunjo, ato shka për të folën pak në shkurt, formë shumë shkurtuar kështu, kem kujdesin të mbrojnë me vetën, se publika e sotit nesër ashan mik. Plot miqë sotit njeriut kanë mi u bojnë miqë, ato quna të koncertit, ato adhurus të këngëtarëve, edhe të këngëtarëve, nesër vetë këngëtarit edhe këngëtarës kanë mi u bojnë miqë të mëlaj, ato kanë mi thonë, ti oj filone që na kem mbrojnë neve gjithë në televizor, ti i ke thoje, prej ti e kërkojnë neve, sot me na i dhonë ato të mira që ke bonë, si t'keshe të një të mirë, e me i morë qijat e tona, me uniru prej ti azabi, se ti na ke majë gjithë ajo e shkreta derën e vetë, s'ka në mujtë me gjithë, dhe të muem pa të pagujt, mu të pashtrujt qirët, mu më dhejshin se me zonin të në s'ka, mu më dhejshin ti për në arkton, mu më dhejshin na patijes në zagjumit, edhe unë i gash në kësaj, ditën e Kiametit njerëzit nuk i kanë shok, ato shaj kanë pas shok në dunjo këto, po kejtë ditën e Kiametit kjo miqësi, nullën e në rrugë jëtë parë, ka më u shëndru në miqësi. Ikni pra fesadit, ikni pra punëve shka Allahu Gjelle Gjelalu në ka përosit me me ka shdesit sotit jam i fund. Lillahi ta'ala al-Fatiha, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.